E ndërtuar 27 vjet më parë, sot ka pamjen e një ndërtese të rënuar. Kjo grua nxitoi të largohet bashkë me foshnjën e saj të sapo lindur. Në maternitetin Omer Nishani në Gjirokastër vetëm 2 kate janë në funksion. Pavarësisht se ky spitali shërben komunitetit të disa rretheve, gjendja e tij është e mjerueshme. Siç e shihet nga pamjet, në vend të dritareve ka plasmas, kurse lagështira dhe ndotja ka prekur gjithë hapësirën e ndërtesës. Godina dihet që ka probleme, duket që nga jashtë ka probleme. Ka një projekt i cili është çuar për miratim. Shpresojmë që në fondet e sivjetshme dhe investimeve të miratohet. Gjendja, sidomos në katërt e sipërm, është problematike. Pacientë shumë janë larguar këtij materniteti. Janë rastet e urgjencave ato që mbajnë ende brenda kësaj ndërtese 8 kirurg dhe 1 anestezist. Të vetmet nëna që lindin këtu janë ato që nuk kanë asnjë mundësi tjetër për të kaluar kufirin e Gjirokastrës.